Sepse po t'jetë për shtetin, qartazi as nuk i bie në ndërmend të marrë qoftë dhe masën më minimale ndaj punonjësve që vetë urdhëron të shkojnë përballë zjarrit. Do thënë, dhe nuk është as në mënyrë metaforike, por është një fakt konkret. Qeveria jep urdhër zjarfikësve efektive të policisë, shkoni dhe përballuni me zjarrin dhe s'keni asnjë mjet mbrojtës. Kjo është një çmenduri. Është e njëjta qeveri që ka bërë shpenzime miliona eurosh për lukse dhe që vjet qindra miliona euro të tjera. Ato para për inceneratorët, po të ishin vendosur për interesin e sigurisë vendit, sigurisë qytetarëve, sigurisë të efektive të policisë, sigurisë të zjarfikësve, pa diskutim që sot do të ishim shumë më mirë. Nëse ne do të investoheshim tek siguria, tek shteti, pa diskutim që do të ishim shumë më mirë. Po këtu nuk ka më investime në shtet, nuk ka më investime për qytetarët. Tu ka vetëm projekte që kanë vetëm një qëllim të rrisin dhe të centralizojnë pushtetin e qeverisë, ose më saktë për të thënë se s'kemi as qeveri, po të Edi Ramës, dhe për të rritur buxhetin e Edi Ramës. E qartë, zoti Balliu, po për të nisur nga situata në një rast tjetër, kur zjarri nis nga pakujdesia ose qëllimisht, dhe deri ku shkon në këtë rast përgjegjësia e shtetit për parandalimin e përhapjes së tij. Për shembull, policia ka njoftuar arrestimin e një 70-vjeçari në rastin e fundit të dyshuar për zjarrvënie në zonën e Abazës. A mjafton arrestimi i autorëve apo duhet hetuar nëse ka pasur neglizhencë institucionale dhe ku qëndron menaxhimi i territorit dhe masat parandaluese? Tani që ka neglizhencë institucionale ka, sepse kjo është rasti përsëritur. Pa nuk është hera e parë që Shqipëria përballet me këtë. Nga ana tjetër, unë nuk dua të bëj politikë me këtë them që është i gjithë i fare qeverisë. Po marrim rastin që mund të ndodhi, vjen dikush, çmendet, vë flakën dhe nuk ka çfarë i bën qeveria se nuk parashikon dot që është çmendur apo s'është çmendur dikush tjetër. Por minimalja që ti shikon seriozitetin e shtetit është që punojësit e tu, të cilët ti i çon në vit të parë të zjarrit, të jenë të mbrojtur. Unë nuk mendoj që kërkohet shumë.